Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka hartuar një plan posaçëm masash në kuadër të festave të fundvitit, me synim garantimin e sigurisë ushqimore dhe mbrojtjen e shëndetit të konsumatorëve. Sipas inspektoriatit të këtij institucioni në Elbasan, Firdus Kurti, në fokus të planit janë subjektet me risk të lartë në fushën e prodhimit dhe shpërndarjes së produkteve ushqimore. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit dhe veçanërisht Drejtoria Rajonale Elbasan po vazhdon me inspektime për kontrollet e subjekteve me risk të lartë, subjekte që operojnë në fushën e prodhimit, përpunimit dhe shpërndarjes në njësitë e tregtimit dhe përveç kësaj jemi duke u marrë dhe duke punuar edhe me pjesën e denoncimeve që na vijnë nga qytetarët, siç kemi pasur rastin e fundit në Gramsh, ku janë inspektuar 10 subjekte, nga të cilët 2 kanë qenë me problematika, fal denoncimit të qytetarëve. Ajo çfarë duhet të theksoj, në këto 2 subjekte tregtoheshin mish i pa volosur dhe i pa certifikuar nga mjeku veterinar, u mor masa e konfiskimit të produktit dhe masa administrative e gjop për të 2 subjekte. Ky që një bashkëpunim shumë i mirë midis qytetarëve dhe ne si AKU. Gjatë këtij viti kalendarik, Kurti bën me dije se janë marrë 24 masa administrative me gjop, janë dhënë 40 paralajmërime për shkelje të lehta, si dhe është pezulluar aktiviteti 5 subjekteve. Në lidhje me masat administrative të marra gjatë këtij viti, deri tani bëhet fjalë, deri në momentin kur ne po komunikojmë, nga Drejtoria Elbasan janë marrë 24 masa administrative gjop në subjekte dhe 40 masa administrative paralajmërim për shkelje të lehta. Gjopat janë marrë për shkelje të rënda dhe janë konstatuar problematika deri në pezullimin e aktivitetit. Në 5 subjekte është bërë pezullimi i aktivitetit gjatë kësaj periudhe. Fundviti përfaqëson periudhën me fluksin më të lartë të shitjeve, çka krijon edhe hapësira për abuzime. Në këtë kuadër AKU Elbasan u bën thirrje qytetarëve të denoncojnë çdo formë shkelje dhe të shmangin blerjen e produkteve shtatëzore që tregtohen në rrugë apo jashtë kushteve të sigurisë ushqimore.